Shikues nderuar, televizioni shqiptar të Amerikës ju përshëndes. Këtë emision do ta kushtojmë Papa Franceskut, i cili më datën 21 prill 2025 kaloi në Hamshim. Njihet si papa i thjesht, si papa modest, si papa që ka qenë shumë afër stresave në nevojë, ka qenë një papa që ka dashur liri, pavarësi, ka dashur paqe dhe bashkëpunim e jetese me harmoni fetare me gjithë kombësitë kudo në botë. Është një papa që është shuar për shumë cilësira njerëzore edhe thjeshtësi, në mënyrë zakonshme për thjeshtësinë e tij dhe takimet që ka pasur me njerëzit e vobekët, me njerëzit në nevojë. Shumë personalitete, shumë njerëz të thjeshtë të botës në përgjithësi dhe botës shqiptare me veçanti kanë pasur fatin e mirë që të takojnë Papa Franceskun. Një nga personat që ka takuar Papa Franceskun, unë e kam të ftuar sot, por të gjitha ata persona që kanë pasur mundësinë, mundet të vinë në televizionin shqiptar të Amerikës, të rrëfejnë kujtimet e tyre, pasi mendoj se janë me shumë interes, se Papa Francesku ka qenë shumë afër botës shqiptare. I ftuari sot është baba Elidon Pashaj, tashme njihet, është një intelektual dhe pris fetar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një klerik shumë i përgatitur, jo vetëm nga ana teologjike, kudo ndodhur dhe në komunitetin ton, por përgatitja e tij është gjithëpërfshirëse duke ndjekur jetën e komunitetit ton dhe jetën tonë në vendlindje në mënyrë të përditshme. Baba, jam shumë i privilegjuar, jam shumë i kënaqur që ju kam sot në bisedë, pasi para disa viteve juve së bashku me një grup, me një komision të tejqes, keni qenë të ftuar në mënyrë zyrtare e keni takuar Papa Franceskun. Rëndësia e takimit të tij, pastaj do të shkojmë në anën teknike, se si shkoi biseda, çfarë biseduat, e të tjera sipas procedurave që keni realizuar gjatë kësaj vizite. Mirëmbrëma, zoti Vila, më lejoni që nëpërmjet Alp TV-s, nëpërmjet fjalëve tuaja, të shpreh ngushëllimet e mia dhe në emër të komunitetit bektashian, të gjithë vëllezërve dhe motrave besimtar, shqiptar, katolik dhe komunitetit katolik në diasporë dhe kudo që ndodhet për humbjen e liderit të tyre shpirtëror. Papa Francesku do të mbahet gjatë mend në veçanti për ne shqiptarët, sepse ishte edhe vetë zgjedhja e tij që mbasi u zgjodh në krye të një nga institucionet më të larta fetare botërore të katolikëve, zgjodhi pikërisht vendin ton. Pra ishte një nder i madh për Shqipërinë dhe për shqiptarët që vizita e parë të bëhesh në Shqipëri. Unë personalisht bashkë me kryetarin e komisionit, Nozifin, dhe drejtorin e bordit, Agim Lumani, dhe profesus të rinis, kemi patur një takim në 2022, ka qenë takimi i parë mbas shkëputjes gjatë që Covidi la. Ishte 22 tetor, mos gabohemi, kur neve kemi udhëtuar nga këtu për të patur në 26 tetor takimin në Vatikan. Ka qenë vërtet një takim breslënës, ftesa ka ardhur nga Vatikani. Në fakt ka qenë një takim i planifikuar për të bërë përpara Covidit. Fatkeqësisht me rënien e Covidit ky takim u anullua dhe ngeli si neshtje kur në ka ardhur telefonat nga ambasada e Vatikanit këtu në Washington, ka qenë më shumë si një surprizë, sepse duke qenë se arsye e Covidit, duke qenë dhe mosha e papës dhe shëndeti jo i miritia, menduam që nuk do të bëhesh këtë takim, por fatmirësisht u realizua. Ka qenë një takim 2 orësh, 2 orë jo vetëm me neve, sepse ka patur dhe njerëz dhe komunitete tjera përpara, por ajo që të personalisht më ka lënë përshtypje të zakonshme ishte dedikimi i papës. Dedikimi i tij me çdo personalitet që ndodhej aty, duke kushtuar vëmendjen e zakonshme dhe duke u munduar që të ndante eksperiencën e mdana e tija, por edhe të përfitonte nga personi që kishte përballë. Çfarë konkretisht keni biseduar juve personalisht, por edhe të ftuarit e tjera kishin mundësi për të shprehur diçka që mund të kenë pasur, pasi ju e vlerësuat shumë në fillim që është një takim i rëndësishëm.
Patjetër, është një takim i rëndësishëm sepse do të thoshja të paktën për të qenë Bektashiane këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është hera e parë që një klerik i diasporës bektashiane takohet me një përfaqësues të lartë një ndër komuniteteve më të fuqishme fetare, botërore të quaja, komunitetit katolik. Përpara se të shkonim, ka patur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me protokollin e ambasadës Vatikanit këtu. Duke ditur sepse ata kanë një mori kufizimesh, mënyrë si do realizohet, çfarë mund të komunikohet dhe çfarë mund mos komunikohet, pa cënuar atë integritetin e të dy komuniteteve njëri tjetrit. Ka qenë vërtet një pritje ngrohtë nga ana e Papës, ajo që neve më shumë jemi munduar si unë personalisht edhe pjesa e bordit të EQE-s, ka qenë që neve aty të çojmë sa më shumë informacion për komunitetin bektashi, për Baba Rexhepin, për të qenë mënyrën se si organizohet, mënyrën se si funksionon, vojtjet që ky komunitet ka kaluar, vojtjet që Baba Rexhepi kalovi dhe si arriti këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbante gjallë bektashizmin si e vetmja teqe zyrtare, botërore, pasi mbyllja që ndodhi në Shqipëri dhe ishte e vetmja teqe deri në vitin 1991-92 kur ripërsëri u hapën teqet bektashiane në Shqipëri. Papa Franceskut neve në ana ime personale i kam dhuruar një teslim, pra që neve e përdorin klerikët bektashi me një shqiponjë shqiptare, i punuar apostafat nga një artist shqiptar këtu në diasporë. Kryetari i komisionit i ka dhuruar librin e Baba Rexhepit. Neve kemi patur dy përkthyes me vete, po ka qenë interesante sepse Papa fliste shumë mirë anglisht dhe neve nuk kemi patur nevojë në ato momente fare për përkthyesit. Dhe në ato do të thoshja 20 minutat që neve na u dhan si grup, jemi munduar që të gjithë të shpjegojmë diçka rreth hamdhuratave dhe kush jemi neve. Ka qenë interesante sepse Papa Francesku ishte i hapur për të mësuar, për të dëgjuar dhe ishte shumë njeri që kërkonte të mësonte nga gjërat e reja. Nëse kemi parë aty dhe nga ministri për marrëdhëniet me botën islame që na ka shoqëruar i Vatikanit, Zoti Khalid, edhe gjatë bisedës që kam patë me të, ishte sepse Vatikani ishte shumë pak e informuar për bektashizmin. Dhe kjo neve na shtyri që gjatë vizitës tonë ne kemi çuar dhe goxha literaturë. Një ndër këto ka qenë dhe dhurimi i librit Baba Rexhepit nga ana e kryetarit, pasandaj ka qenë dhe libri i dhurimit Robert Els nga Zoti Agim Lumani për bibliotekën e Vatikanit dhe aty kemi parë që vetë përfaqësuesit që kemi pasur bisedën më vonë pastaj me Radio Vatikanin, lidhjet e shumta që besimet kanë me njëri tjetrin. Pra, e gjithë qëllimi edhe besimit katolik edhe besimit islam, gjithë qëllimi është afrimi i njerëzve sa më shumë me Zotin, prania e tyre. Ato broritjet entuziaste të njerëzve në sheshin e Shëmpjetrit ishin vërtet mbreslënse, mënyrën se si ata e shikojnë, respektojnë dhe trajtojnë liderin e tyre. Të dy klerikët, ata që shërbejnë në fushën e fesë katolike dhe ata që shërbejnë në fushën e fesë bektashiane, janë sakrifikuar duke mos u martuar. Pra nuk krijojnë familje, klerikët e këtyre dy sekteve fetare. A është kjo një afinitet ose një pavarësi në kuptimin e sakrificës edhe nga ana fetare? Nuk e di në ana teologjike e tyre sepse si ata e trajtojnë, kurse nga ana e parjes teologjike të tarekatit bektashi është i gjithë qëllimi që kleriku duhet të jetë i dedikuar në shërbim të njerëzve. Dhe duke qenë se familja sot kërkon një obligim dhe siç edhe më përpara ka pat një obligim shumë të madh. Klerikët bektashi kanë qenë misionarë që lëviznin vazhdimisht dhe në pamundësi që dikush të kujdesesh për familjen e tyre, kjo ka qenë një zgjidhje ose një vendim i marrë nga tarikati bektashi për të patur baballar dhe mëxherret, por besoj që po ta shikosh nga ana e jashtme, gjithë qëllimi është që klerikët të gjithë dedikimin, gjithë jetën e tyre të jenë të fokusuar në
predikimin e Zotit dhe të gjithë jetën e tyre të japin besimtarve, duke u shprehur më së miri dashurinë e Zotit dhe duke treguar më së miri dedikimin që të gjithë neve duhet kemi kundër tij. Papa Francesku ka qenë i mirë për të mbarë njerëzimin, e veçanërisht për ata që ka pasur kontakte. Vizitën e parë, edhe ju e thatë në fillim, e ka bërë jashtë Vatikanit mbasi 11 muaj që kishte marrë emërimin, e ka bërë për të parë në Tiranë. Kjo lidhesh në atë periudhë me 40 martirët e Komunitet katolik të rënë në gjatë sistemit komunist. Si vlerësoni dhe si kujtohet mesazhet që ai solli për botën shqiptare? Shiko, neve Shqipëria është një vend i vogël dhe jemi vërtet një vend shumë i vojtur dhe fatkeqësisht kemi qenë vetëm një vend ateist në botë ku jo vetëm klerikët e komunitetit katolik, por komunitetit musliman, komunitetit bektashian, komunitetit ortodoks pësuan një dëm të jashtëzakonshëm. Dhe sot e kësaj dite nuk po rikuperohet ajo humbje e madhe, masakrat që u bërën kundrejt këtyre komuniteteve. Vizita e Papa Franceskut në Shqipëri besoj që ishte një mesazh për të gjithë botën, për t'i treguar atyre që një vend i vogël si Shqipëria dhe me të gjithë ato martirë që dha, jo vetëm për komunitetin katolik, por për të gjithë komunitetet tjera, vazhdon që fytyrën ta kthejë nga Zoti, megjithse u munduan që për 45 vjet t'ja ndalonin këtë, përsëri ata janë mirëpritës të njeriu fetar dhe një përfaqësuesi më të lartë të botës katolike dhe liderit tyre shpirtëror si ishte Papa Francesku. Pra ishte vërtet edhe një mesazh i mirë për Papa Franceskun që vlerëson vendin tonë dhe të gjithë ata që dhanë jetën, por dhe një mesazh nga Shqipëria, nga shqiptarët, një popull dashamirës, ndoshta me një popullsi muslimane në përqindje më të larta, por që presin një lider katolik me një ngrohtësi duke treguar atë mikpritjen tonë tradicionale shqiptare. Konkretisht, Papa Francesku që e ladhe si postulat ishin bërë shumë përcaktime për bashkëjetesën, por ai tha ju keni bashkëjetesë vllazërore. Në Shqipëri dihet, në komunitetin shqiptar të Amerikës, si është kjo bashkëjetesë mes feve këtu që janë në Amerikë? Përpara se të shkoj tek themi i përgjigjes, dua të them që besoj që Papa Francesku do të mbahet në mend si një ndër papët që i hapi dyert e Vatikanit për të pritur të gjithë liderit fetar botëror, për t'i dëgjuar, për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, sepse në fundit, sipas tij të gjithë kishin një qëllim, afrimin te Zoti. Për sa i përket marrëdhënieve tona këtu, neve me komunitetet musliman, me komunitetin katolik dhe me komunitetin ortodoks, kemi marrëdhënie shumë të mira, vizitat, komunikimet e tona personale, por dhe prezencat tona në ambientet e institucioneve të tyre kanë qenë gjithmonë në çdo kohë feste dhe në çdo kohë që kanë qenë aktivitete kombëtare dhe aktivitete tjera sociale që ata bëjnë dhe neve bëjnë, kanë qenë marrëdhënie të dypalshe, e njëjta gjë besoj siç është në Shqipëri. Pra mundohemi që të njëjtën frymë të trashëguar nga të parët tanë, neve munduar të trashëgojmë këtu, dhe kjo është e falë punës madhe të Baba Rexhepit, të Imam Bebiut, dhe Dom Prek Dervasha, që kanë qenë një grusht fetarësh edhe idealista, do të thosh, jo vetëm thjesht përfaqësues fetar, por edhe idealista kombëtar për të mbajtur dhe për të mbledhur shqiptarët së bashku. Pra mundohemi atë frymë ta mbajmë dhe sot, por është detyrë edhe jona dhe të gjithë besimtarëve që neve këtë do ta quaja dhurat kombëtare të madhe që kemi, këtë lloj bashkëjetese duke parë ngjarjet që ndodhin në gjithë botën dhe mënyrën se si shqiptarët e trajtojnë njëri tjetrin, duhet ta mbajmë dhe ta përcjellim sepse është vërtet një pasuri e jashtëzakonshme. Papa Francesku kaloi në amshim dritë pas në jetën e tij të përthejme, një pap tjetër do të vijë, do ta zëvendësoj. Cili ka qenë dhe cili është roli i papës në politikën jo vetëm fetare, por edhe në fushat të tjera botërore?
historikisht, neve nga ato që kemi lexuar, Papa ka patur një fuqi të jashtëzakonshme, jo vetëm fetare, por edhe në atë politike të dikurshme. Sot besoj me neve sa shohim nga jashtë, nuk e di sepse nuk kam i brendshëm i komunitetit katolik, që të flas nga ana teologjike si organizohet dhe si drejtohen ata brenda. Besoj që një nga përfaqësuesit katolik, vëllezërit tanë, ndoshta do të ishte mirë që të na shpjegonte më shumë për zgjeruar në njohurit. Por besoj që gjithmonë, duke u nisur nga Papa i fundit që ne patëm, ka patur një rol të jashtëzakonshëm, sidomos për thirrjet për paqe, për ndalimin e luftrave, për të vlerësuar njerëzit pa dallim feje, pa dallim race, ta vlerësojmë si njeri, sepse vetë në fundit e Zoti në librat e shenjtë kur bëhet prezantimi ose thot si e krijoi njeriu, e krijoi si mëkëmës Zotit. Pra neve jemi këtu që të gjithë të reprezentojmë krijuesin ton, duke qenë se jemi mëkëmësit e tij, duhet të gjithë të tregojmë anën pozitive, duhet jemi të gjithë të njëjtë përballë, duhet ta trajtojmë njëri tjetrin si një qenie njerëzore. Pastaj, sepse secili ka të zgjidhjen e vet të besimit të tij, bota shpirtërore secilit është e varur nga zgjedhja që neve secili bëjmë. Besimi është një zgjedhje personale e cilit do, por nuk jemi këtu që t'i tregojmë dikujt që ne jemi më të mirë se tyja ose jemi më të lartë se tyja. Dhe këtë Papa Francesku e ka treguar edhe me veprimet e tija, me mënyrën se si hapi dyert e kishës, me mënyrën se si trajtonte njerëzit. Imagjino, megjithse shëndeti i tij ishte i pamundur, po ta shikosh, dedikimi i tij është vërtet mbreslënës. Edhe minutën e fundit, imagjino, përpara se të ndronte jetë, takohet me zëvendës presidentin e Amerikës, me familjen e tij, mundohet që t'i përshëndeste të gjithë, mundohet që të gjithëve t'i vlerësonte e t'u jepte atë me atë çfarë ai mundej. Pra, mesazhi i tij për gjithë duhet të jetë për të gjithë liderët botror, besoj, jo vetëm i katolikëve. Secili lider fetar për detyrën që ka marrë duhet ta kryejë në mënyrë më njerëzore, në mënyrë më të mirë, sepse në fundit kujtimet e bukura mbahen mend. Ne sot po flasim për Papa Franceskun, pse? Sepse ka lënë kujtime të bukura, nga mënyra, nga sjellja, nga mënyra se si na ka trajtuar edhe neve si Bektashin, duke mos patur shumë njohuri për Bektashizmin, por që më kujtohet kur i dhuruam atë teslimin, pyete çfarë janë këto 12, kjo gjërat, kur i fliste mënyri për Papa Recepin kur ishte, librin që dha Agimi duke treguar fotografitë e dervishëve dhe popullarëve në Shqipëri, foto historike, vet ajo miraku i tij të jepte frymëzim që ti ishe i vlerësuar në ato momente. Faleminderit baba, nëse nuk kemi diçka tjetër, kam arash për ju, mund të komunikosh për besimtarët katolike, për Unë e shpreh në fillim, për shpreh në fund të emisionit ngushëllimet e mia më sinqerta. Faleminderit për bisedën, ishte kënaqësi të ishim këtu në studiot e Alp TV-s. Faleminderit dhe ju për punën e mirë që bëni, për mundësinë që na dhatë për të ndarë këto kujtime të bukura për Papa Franceskun, siç e shpreva në fillim, lejoj që t'i përcjell gjithë komunitetit katolik anë kënd botës ngushëllimet e mia për humbjen e liderëve të tyre shpirtëror. Shpresoj që së shpejti ata të kenë liderin e tyre që t'i udhëheq në rrugën e tyre drejt besimit për të plotësuar të gjithë atë pjesë të jetës fizike që kemi këtu dhe për të kaluar në botën e amshushme, në botën që Zoti ka premtuar për gjithë besimtarët. Uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë të kenë bekime, mirësi e begati. Baba, faleminderit për prezencën tuaj në studio dhe për informacionet sot dhe për mbresat në takimin që keni pasur me Papa Franceskun. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, në emër të stafit Televizorit Shqiptar të Amerikës, në emrin tim personal, edhe unë ju uroj ngushëllime gjithë të dashurve të Papa Franceskut dhe Serisë Shenjtë, dhe mirupafshim në një emision tjetër të gëzueshëm për ne shqiptarët. Baba, shumë faleminderit. Gjithë mirat.